Rose për shpresë, për guxim, për jetë ishte aktivitet organizuar në Shkodër që përmbylli tetojin Rose, kushtuar ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Ekzaminohu, kujdesu, jeto me dashuri, ishte mesazhi i këtij takimi që u përcoll për gratë dhe vajzat. Mjekja onkologe e Spitalit Renal të Shkodrës, Ana Gjoveli, vlerësoi ndikimin pozitiv që ka patur fushat e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, ndërsa theksoi se në Shkodër deri më tani janë 25 raste reja, ndërsa një vit më parë ka pasur 33. Është muaj tetorit roz, është muaj një kauzë shumë të madhe për diagnostikimin dhe depistimin në kohë për kancerin e gjirit. Që do të thotë depistim është ne ta parandalojmë, pra ato lloj qoftë me ekografi, qoftë me mamografi, të gjitha ato lloj raste të cilat nuk kemi shenja klinike në mënyrë që ne ta kapim në kohë. Pastaj pjesa e shenjave klinike këtu përdoret një procedurë tjetër që fillon trajtimi mëtejshëm. Por që qëllimi kryesor dhe motoja kryesore e këtij muaji ka të bëjë me depistimin e kancerit të gjirit. Duke bërë një parantezë dhe duke bërë një krahasim midis vitit të kaluar dhe këtij viti, në total vjet kanë qenë 33 raste të reja në Spitalin Renal Shkodër me CA mame, në cilën janë kryer 85 kimioterapi, ndërsa këtë vit kemi një numër deri tani, sepse nuk është përfunduar viti dhe që ne mund ta kemi një statistikë të 12 muajshve, por deri në muajin tetor kemi 25 raste të reja në total për këtë vit dhe numri i kimioterapive që janë bërë janë 65. Motoja kryesore dhe misioni kryesor i të gjithë mjekëve është të punojë me përgjegjësi dhe me profesionalizëm. Dhe nuk di që në Spitalin Renal të Shkodrës të mungojë kjo gjë, përkundrazi është në nivelet më të larta. Gjatë muajit tetor në Shkodër janë zhvilluar disa aktivitete ndërgjegjësimi për rrezikun e kancerit të gjirit.